Emigrantët e fshatrave të Postribës e kanë vazhduar traditën e përgatitjes së pakove me ushqime për muajin e Ramazanit për familjet e varfra. Koordinatori i shpërndarjes së këtij kontributi, Ridvan Frexha, i thotë se është viti 5 radhasi që emigrantët ndihmojnë familjet e varfra. Këtë radhë janë bërë gati 50 pako ushqimore. Sot, ndosh zoti, 50 familje do ndihmohen nga emigrantët bamirës me paketa ushqimore për këtë muaj të shajt Ramazanit dhe kjo si iniciativë ka marrë edhe disa risi tjera, sidomos këtë vit. Falenderojmë gjithë emigrantat në Gjermani, në Angli, në Itali, në Greqi, në Holland, Belgjik, në Angli, gjithkund. Pra ne unë përgjigj edhe ne unë bashku, sidomos emigrantat e zonës tonë, që e kanë pa edhe e dinë shumë mirë se çfarë nevoja ka ky vend. Gjithashtu, njësi ushqimore të zonës gjatë kësaj periudhe do të organizojnë edhe dhënje të kontributeve nga banorët, me aq mundësi sa kanë që familjet në nevojë të marrin ushqime falas. Një iniciativë e re e marrën pikërisht këtë muaj është edhe vendosja e disa rafteve në disa nga marketet, dyqanet e zonës, ku disa persona që kanë mundësi mund të lajnë diçka aty, edhe ata që nuk kanë mundësi mund t'i marrin po ashtu falas. Kjo është një risi, një traditë që do vazhdojnë, si traditë edhe më përparshme e jona, e besimtarve, por kjo do vazhdojnë inshallah tash mbrapa në zonën në disa fshatna, në disa dyqane, markete që me ndihmu. Po në kuadër të kësaj ndihme është programuar që familjeve të varfra t'u shlyen edhe detyrimet financiare të prapambetura tek njësitë e ndryshme ku kanë tërhequr produkte ushqimore sipas listave që kanë tregtarët.